إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Gjithë falënderimet dhe lavdrimet I takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu, vetëm ata falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë, kurse salavatet dhe selamet nga thellësia e zemrës tonë I dërgojmë të dashmurit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së Tij, shokëve të Tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër musliman, vazhdojmë me shpjegimin tonë të një pas njëshëm për ato 7 persona të cilët do strehohen në hijen e arshit të Allahut Gjelle Gjelaluhu në ditën ku nuk ka hije përpos hijes së Tij, dhe I treti në të cilën jemi në vazhdim e sipër duke shpjeguar për ta, e ai është wa rajulun qalbuhu muallakun fil masajid, burri I cili zemra e të cilit është e lidhur për xhamit, zemra e të cilit është e lidhur për shtëpitë e Allahut Gjelle Gjelaluhu, dhe se padyshim se shtëpijat më të ndershme, shtëpijat më të larta, më madhore dhe ato të cilët janë më të vazhdueshme në sipërfaqen e tokës së Allahut Gjelle Gjelaluhu, janë shtëpijat e Allahut Gjelle Gjelaluhu, të cilat I ka zgjedhur Allahu Gjelle Gjelaluhu për robërit e Tij, dhe ato janë padyshim se dhe shtëpijat e çdo njeriu të devotshëm. Por to lidhen zemrat e burrave të devotshëm, dhe për shtëpijat e Allahut Gjelle Gjelaluhu lidhen zemrat e të dashurve të Allahut Gjelle Gjelaluhu. Mu për atë Allahu Gjelle Gjelaluhu vëllezër, në shenderimi për ata të cilët frekuentojnë xhamia dhe shtëpijat e Allahut Gjelle Gjelaluhu, dhe ato të cilët qëndrojnë dhe nderojnë xhamia shtëpijat e Allahut Gjelle Gjelaluhu, Allahu Dhul Jalal në Kur'an tha: "Wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid", dhe ju drejtohuni me fytyrët e juaja vetëm ka Allahu Gjelle Gjelaluhu kur të qëndroni në çdo xhami. Edhe se është nder I madh që Allahu Gjelle Gjelaluhu në Kur'an të thërret dhe të thot: "Ja bani Adama khudhu zinatakum 'inda kulli masjid", o bijtë e Ademit, vishuni me rrobat më të bukura dhe me më të mirat kur të qëndroni pranë çdo xhami, kur të jeni në çdo xhami, kur të shkoni për të I falur namazet, edhe të jeni në prezencë në xhami, të vishuni me teshat më të pastra dhe më të bukura, që të shprehni një nder dhe një respekt ndaj shtëpijave të Allahut Gjelle Gjelaluhu, për arsye se kushdo I cili shpreh dhe shfaq nderim ndaj shtëpijave të Allahut Gjelle Gjelaluhu, ndaj xhamive të Allahut Gjelle Gjelaluhu, kjo është pjesë e madhërimit të Allahut Gjelle Gjelaluhu. Frekuentuesi I xhamis, ai cili është I rregull I xhamis, ai padyshim se e ka arritur një pozitë të lakmueshme, të cilët e lakmojnë të gjithë që të arrihet ku Allahu Gjelle Gjelaluhu të inderon ata, dhe se padyshim që ti si musliman
nëse dëshiron që ta dish se ku e ke vendin ton të Allahu xhel xhelaluhu, shikoje se ku janë xhamiat, shtëpijat e Allahu xhel xhelaluhu në zemrën tënde. A don ta dish pozitën se ku e ke te Allahu xhel xhelaluhu? Shikoje se a ke vend të rregullt në xhami ku ti shkon dhe i fal namazet e tua, derisa zemra yte të jetë e lidhur për ato shtëpia, për xhamit e Allahut xhel xhelaluhu. Edhe se padyshim se nuk e lidh zemrën dhe nuk bëhet shtëpi e tij, e cila është një shtëpi që lidh zemrën e tij, përveç se ai që ka zemrën e devotshme dhe ai që është i sinqert me krijuesin e tij, ai i cili don qetësi, ai i cili don mëshirë të Allahut dhe don shpëtim te Allahu xhel xhelaluhu. Zemra e lidhur për xhamia dhe shtëpijet e Allahut me të vërtetë se është zemra e devotshme dhe zemra e sinqertë, dhe se të lidhurit për shtëpijet e Allahut, ai e ka kuptuar se shtëpia reale e ytjes si musliman është shtëpia e Allahut xhel xhelaluhu, xhamia. Me të vërtetë se shtëpia e vërtetë është shtëpia e çdo besimtari, xhamia, dhe se xhamiat janë shtëpijat e çdo njeriu të devotshëm. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith o vëllezër të cilën e transmeton Ebu Nuaimi në librin e tij Hilyatul Awliya, duke cekur nga Abu Uthman, i cili tha se Salman al-Farisiu një herë i ja dërgon dhe ja shkruan një letër Ebu Dardas radhiyallahu anhuma duke i thonë: o vllavi im, alejke bil masajid falzamhu, apo alejke bil masjidi falzamhu, tha kapu për xhamin, mbaju fort, shtërngohu mirë për xhamit dhe ndjeki ato dhe mos i lësho, për arsye se e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë: el masjidu beitu kulli taqi, xhamia është shtëpia e çdo njeriu të devotshëm. Xhamia është shtëpia e çdo të devotshëm. Me një transmetim tjetër tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: el masjidu beitu kulli mu'min, xhamia është shtëpia e çdo besimtari. Dhe një ashtu transmeton Hanad ibn Sirri në librin e tij Az-Zuhd me transmetim të vërtet, të cilën tha se Abu Darda radhiyallahu anhu një herë e këshillon me një porosi djalin e tij, duke i thonë: o biri im, liyekun el masjid beituk, tha o djali im, le të jetë xhamia shtëpia e Allahut xhel xhelaluhu, të jetë shtëpia yte. Bëri xhamiat shtëpiat e Allahut xhel xhelaluhu të jetë shtëpia yte. Për arsye se tha e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë: innal masajida buyutul muttaqin, xhamiat shtëpiat e Allahut xhel xhelaluhu me të vërtetë tha janë shtëpiat e burrave të devotshëm. Tha femen kanat il masajidu buyutahu, kushdo i cili janë xhamiat shtëpiat e Allahut i ka bërë që të janë shtëpia e tij, tha atëherë dammen Allahu lehu birrauhi warrahmeti wal jawazu ala sirati ila al janna. Tha kushdo i cili e bën xhamin shtëpin e Allahu xhel xhelaluhu shtëpi të tij, tha e ka garantuar Allahu xhel xhelaluhu për të qetësimin, mëshirën dhe kalimin mbi rrugën e siratit në ditën e gjykimit për në xhennet. O vëllezër, çështja e lidhjes së zemrës tonë me xhamin shtëpinë e Allahut xhel xhelaluhu me të vërtetë se është shtëpia jonë reale dhe në to është shpëtimi jonë, në to është mëshira jonë, në to zbret mëshira e krijuesit tonë. Nëse dëshiron kënaqësinë e të gjithë mëshirshmit, atëherë ndjekje xhamin shtëpinë e Allahut xhel xhelaluhu. Nëse dëshiron sigurimin e besimit tanë edhe përmirësimin e besimit tanë, kapu për xhamin dhe lidhe zemrën për xhamin, për shtëpinë e Allahut xhel xhelaluhu. Dhe nëse dëshiron që të arrish shpërblimin e madh, lidhe zemrën tonë me xhamin. Për arsye se sa më shumë që lidhet zemra yte për xhamin shtëpinë e Allahut, aq më shumë rritet dhe shpërblimi yt, derisa shpërblimin më të madh e ceku pejgamberi sallallahu me hadithin që jemi në shpjegim me sipër, që tha hadithin që transmeton Buhariu dhe Muslimi nga Abu Huraira radhiyallahu anhu,
7 personat janë ata të cilët do strehohen në hijen e arshit të Allahu xhel xelalu në ditën ku nuk ka hije përpos hijes së tij. Na në këto dita të vopës me njëherë shikojmë se ku të strehohemi, shikojmë me çka të freskohemi, duke i dhezur klimat e kështu me radhë. A dëshiron klim ditën më të nxehtë, ku nuk ka ditë më nxehtë dhe më të vështirë, ku do dalish para Allahut xhel xelaluhu, lidhe zemrën tënde për xhami. Mos lejo që të shpëtojnë namazet me xhamat në xhami, lidhe zemrën me xhamit, të arrish shpërblimin e madh të Allahut xhel xelaluhu, e të strehohemi një ditë në hijen e arshit të Allahut xhel xelaluhu. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi al-ali al-a'la, was-salatu was-salamu ala an-nabiy al-mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa wa ba'd. Të nderuar vëllezër, të shpejtojmë të gjithë për në veprat e mira dhe për në lidhjen e zemrës tonë me xhamiat, shtëpiat e Allahut xhel xelaluhu, me vendet e pastrimit të zemrës tonë dhe me qendrat e edukimit tonë, qendrat e edukimit të fëmijëve tonë dhe janë çerdhet e përmirësimit të besimit tonë. Lidhja e zemrës tonë me shtëpiat, me xhamiat e Allahut xhel xelaluhu, me të vërtetë se është qetësimi yt, është përmirësimi yt dhe është dhe pastrimi i shpirtit dhe i besimit tanë. Kushdo i cili e ka lidhur zemrën e tij me xhamiat, shtëpiat e Allahut xhel xelaluhu dhe mundohet që ai të i kryejë namazet e tij me xhamat në ta, ai vetë se ka mbushur tokën dhe detin me adhurim. Kështu na tha Said ibn Musayyib rahimahullah, tabiiu i ndershëm, tabiiu i madh, i cili tha se kushdo i cili i ruan 5 kohët e namazit të tij, duke i falur me xhamat në xhami, tha ai vetë se ka mbushur tokë e det me mirësi dhe me adhurim dhe me ibadet. Dhe mu për atë ishte ky burr, i cili kur erdhi momenti i agonisë së vdekjes së tij, tha ky o vëllezër, bori be dhe tha: "Wallahi ma adhana al-muadhdhin", nuk ka thirrur ezani, tha që 40 vite përveç se mu më ka gjetur në xhami. Ky burr i madh, ky tabii ndershëm i madh, të jetë në xhami, a thua na vallë nuk kemi nevojë që të jemi në xhami. Dhe një ashtu, njëri prej burrave të shquar të tabiinëve, i cili ishte Rabi ibn Khuthejm, ky burr i madh, o vëllezër, ishte ai i cili vazhdimisht e ndjekte xhamin dhe nuk lëshonte që të ikin namazet me xhamat në prezencë në xhami. Derisa ky ishte edhe nxënësi Abdullah ibn Mesudit radhiyallahu anhu, që kur e shinte Abdullah ibn Mesudi këtë njeri, gjithherë lexonte ajetin Allahu wa bashiril mukhbitin, lajmëroi ata të përulurit, të cilët i binden Allahut xhel xelaluhu. Mirë po Rabi ibn Khuthejmi, o vëllezër, ishte ky njeri i cili në momentin kur ai e rëndoi në fundin e jetës së tij sëmundja e tij, derisa gati se ju pat paralizuar një pjesë e trupit të tij, tha ai përsëri i urdhënonte ata të cilët ishin prezencën e tij që ta kapnin 2 veta dhe ta çojnë në xhami. E ato i thonin shokët të cilët i kishte se Allahu xhel xelaluhu të ka liruar ty dhe e din se keni arsye që mos të dalësh në xhami. Rabi ibn Khuthejmi, o vëllezër, thonte gjithsesi ashtu është e di, mirë po, walakinni astahyi an asma' munadillah, unë kam turp që ta ndëgjoj thirrsin e Allahut, hayya ala salat, hayya ala falah, eja në namaz, eja në shpotim, dhe unë mos të i përgjigjem atij. Në smundjen e tij, Rabi ibn Khuthejmi, i cili, o vëllezër, Abdullah ibn Mesudi i thonte këtij njeri kur e shikonte: "Wallahi law ra'aka an-nabi sallallahu alaihi wasallam la habbak", sikur të kishte pa pejgamberi sallam do të donte ty. Njerë që edhe në smujën e vdekjes së tij dilte në xhami dhe tha: "Kam turp që mos të i përgjigjem thirrsit Allahut kur të më thret hayya ala salat dhe hayya ala falah." A thua ne, o vëllezër, dhe gjendja jonë, sikur të ishte pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam tash me na taku neve me këtë gjendje që jemi, e veçanërisht në këtë kohë të angazhuar që i kemi braktisur xhamiat,
me na thonë se vjen pejgamberi Allahut me na taku, me këtë gjendje si do t'i kishmi dalur me fytyrë para të dashurit tonë Muhammedi s.a.s. A thua do t'na donte sikur t'na kishte pa pejgamberi s.a.s. këtë gjendje apo jo? Se cilin a e dim përgjigjen tonë. Para me ndohet takohesh me pejgamberin s.a.s. e të thot valla do të donte pejgamberi s.a.s. edhe ty për shkak se me të vërtetë i e burr që nuk të kanë ikur namazet me xhamat në xhami. Apo do t'ishte ndryshe çështja jo. Për atë El Amesh ishte burri i madh i tabinëve derisa i than Seyyidul Muhaddithin, zotëria i muhaddithëve, hadithologëve, Sulejman ibn Mihran, i cili në momentin e vdekjes së tij, o vëllezër, djali i tij fillon që të qon shumë në prezencën e tij, por El Amesh i tha o biri im, tha ibki o la tebki, qaj apo mos qaj? Tha wallahi që 60 vite nuk më ka ikur tekbiri fillestar me imamin në xhami asnjëherë. 60 vite mos të ik tekbiri fillestar. El Amesh, tabiiu të madh të ndershëm, a thua si është gjendja e neve, 24 orë nuk mund të azojmë tekbirin fillestar me xhamu. Dhe një ashtu, njëri prej dietarëve o vëllezër, e Shirazi tha nëse nuk më gjen në namazet me xhamat në xhami, lipëm të varrët atëherë. Vetëm të varrët mund të më gjesh. Për ndryshe nuk e lën namazin me xhamat në xhami, prezencën në xhami, zemra e lidhur me xhami. Por atë për një njeri e cili e kishte zemrën e lidhur me xhami, na tregon Ibn Xhauzi një ngjarje të tij, të një djalit të një sahabiut të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Imam Dhahabiu një ashtu e ceku Amir ibn Abdullah ibn Zubair. Dëgjoni këtë ngjarje o vëllezër që të jetë me të vërtetë mësim për gjithë ne, i cili ky burr ishte ai njeri i cili nuk e lëshonte prezencën e tij në xhami. Frekuentuesi më i madh i xhamis ishte ky njeri, i cili në momentin e vdekjes së tij, kur atë e rëndoi shumë sëmundja, ai nuk mundte të dalë në xhami. Dhe një ditë tha në namazin e akşamit e ndëgjon ezanin duke thirr. Dhe tha filloi të qanat shumë. E duke thonë ato të prezencën, çka ke si je duke qajt kaq shumë tash në këtë moment, kur e dishin arsyeën e tij, u përgjigj Amir ibn Abdullah ibn Zubair. Tha si mos të qaj dhe mos të pikillohem. Ezani i akşamit tash thirr. Njerëzit jetë duke falë në xhami e unë në shtëpi. Para me dua vëllezër. Të vjen momenti të sprovohesh me ndonjë smuje e të dash të dalësh në xhami mos të mundsohet. Nuk ka më vështirë, por atë shfrytëzoje rastin para se të sprovohesh, dil në shtëpinë e Allahut dhe prezanton në xhami se vetmja mënyrë që të strehohesh në hijen e arshit të Allahut xhel xhelaluhu si pjesë e cilësisë që na të arrijë në ditën më të vështirë. Sot në diell nuk mund të qëndrojmë. Si do të qëndrojmë ditën e Kiametit? Pejgamberi Allahut na lajmëroi se zemra e lidhur me xhami është një nga shkaqet që strehohesh në hijen e arshit të tij. A thua si ishte gjendja e këtij burri? Tha pasha Allahu, edhe pse ishte në smunjën e vdekjes, tha të më ngrini të shkoj të prezantoj namaz të akşamit në xhami. Vetëm e morën si ishte përfundimi o vëllezër të këtij burri. Tha të falen njerëzit atje e unë në shtëpi të falen. Nuk ishte absurde që kjo të ndodhë. Ndoshta të ne ndodhë që kalojmë pranë xhamis, as na intereson a është namaz me xhamat, a falet dikush, a prezanton dikush. Ky burr o vëllezër i urdhënon të shtëpisë së tij ta marrin dhe ta dërgojnë në xhami. Tha po se arritëm e falëm tha namazin, në rekatet e fundit vdes në sejdë. Kush? Amir ibn Abdullah ibn Zubair. Lidhe zemrën me xhami, se me të vërtetë në to është shpëtimi jonë, është qetësimi jonë dhe në to zbret mëshira e Allahu xhel xhelaluhu. Me të vërtetë se në xhami është shtëpia e Allahut, është edukimi i jonë dhe i familjes tonë dhe i fëmijëve tonë. Lutim Allahun xhel xhelaluhu që Allahu të na dashuron në shtëpia xhamiat, edhe Allahu xhel xhelaluhu të lidhë zemrat tona me xhami. Wa kullu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum wa atubu